Dy janë metodat se si mbushet një e ardhur për dalë. Se ta kuptoj logjikën. Do me thënë, unë jam bankersi. Duaj që shtetit shqiptar në fund t'i paguaj zero. Për këto duhet bëj truqe. Dy janë rrugët, dy janë truqe. Si pas teje, po? Shpenzimet të fryra dhe shpenzimet fiktive, të pa bëra. Pra, kam 100 lek, pre fatura. I them bushatit, qa do më shesë është i uj, sa është uj, 500 lek, shënoje 2000 lek. 2000 lek i shishe uj. Më kupton? Këto quhen shpenzimet të fryra. Si vinin këto? Zakonisht shpenzimet e fryra, sepse ndodh një gjë tjetër, është një proces tjetër, do ta shpjegoj pak më vonë. Zakonisht shpenzimet e fryra ktheheshin në formë keshi tek përfituesi i parë, i vetë. Pra, unë ja bushatit dhe i them bushatit tani... Por unë pra 500 lek marë për ujë... 500 lek do marë për ujë, tani 1500 lekshin, po jeba, do marrë dhe diçka ka 1500 lekshin. Normal. Pra, me apësh mu 1000 lek, ti do mbash e 500 leksh për shërbimin. Që ashtu e ble normalisht, që po të lijet e në shërbimin. Pra, kjo është e para. E dyta është faktura fiktive, nuk bëhen fare shpenzime. Zbën as i punti. Të them mund t'i bushat më prej një faturë si kur më ke bërë një studim mua ti për e curin e vëndburimit, situatës të dioksid karbonit në vëndburimin e patos marizës nga 1924 dhe sot. Edhe bëjet i gjëja bëj këtë studimin e mund t'jepja ca lek, t'i zbeja si gjë. Por unë t'jepja ca lek. Kush ishte problemi dhe kush është kolona e mekanizmi, bërthama? Janë nën kontraktorët e vetë. Vetë kompania ngrenë në kontraktor. Shumë, dy nga këto që përmendi Ola, janë në kontraktor që në fakt janë bankers. Po, janë të regjistruar në Kanada. Pra, janë bankers, po me emër tjetër, si Monsat. Janë kompani satelite. Kanë hapur kompani, e cila paguan 10% atin fitimin, falë. Dhe nëzirë në humbje kompani. Dhe nëzirë në humbje të madhem. Më kupton? Kjo le dalë me fitimë, se 10% pak punë. E madhja delë... Legët e të madhe, si ja kaloj eksajti. Ne jemi pra punë, unë jam banker, si unë jam dhe kjo. Por e marë, bëj këtë trukun që në përmjet fryrjes së shpenzimeve, pra, kemi parasysh pra, një pus 3 milion eur. Më kupton, apo gjëra tilla. Në përmjet fryrjes së shpenzimeve, unë i shpëtoj shtetit shqiptar pagesën e tatin fitimit. Pra, këto janë rrugët që janë ndjekur për të arritur në këtë situatë që jemi. Në natyrisht që gjitha kjo nuk mund të bëj pa vëmendjen apo më sakt pa atë shpërndarjen e të mira materialet përfituara. Sepse kanë detyrë për ta kontrolluar gjë që nuk e kanë bërë dhe ka përgjegjës. Dhe kanë thënë dhe herën që shkoi, bankersi ka pas një buxhet diku të kret 500 nga një herë dhe 600 milion euro në vit. Nuk ka ministri, përveç se si vjet Ministria e Infrastrukturës ka bërë 500 milion euro tendera. Bankersi bënde mesatarisht 500 milion euro tendera në vit. Atëhere, kur ministrit e qeverisë bëni nga 200, nga 150, 200, 250, që për të kuptuar gravitetin financiar të këtij sektori, të kësaj kompanie. Unë do shkoja pak më tepër, se më tej se sa ajo i thot Klodi. Si ka mundësi që interesohet një kompani e huaj kur ka një hetim, a mos ndoshta hetimi është në funksion të shitjes? E godasi? Pra, e godasi për të ullur vlerën me qëllim. S'ka dhe shumë nevojt e godasi që ajo e që kur duesh, s'ka vjetur. Tani, ideja është kjo që dërsa pyetje nga pikpamja financiare është kjo. Kompania GeoJate, që erdi në Shqipëri, ka blerë bankersin për rreth $500 milion. 500 milion. Shiti 5 miliard dhe si këto jasin lekës. Statistikisht, se ka njërë që thonë 15 miliard. Ka mundësi një kompani që ka dalë me humbje dhe ka dhe humbje operative, ma dje. është blerë 500 milion? është blerë 500 milion. Qëfar ka paguar $500 milion? Për qëfar janë paguar? Sepse unë blej 500 milion, 100 lek, 200 lek, një kompani, me prospektin që këto 200 lek do t'i marrë mbrapsh për 2, 3, 4, si pas planin tim të biznesit. Po qëfar kanë marrë mbrapsh kjo kompania që ka paguar $500 milion për një aset që ka qenë me humbje dhe vazhdon të jetë me humbje? Dhe nisu thjesht nga kjo. Ti kupton që gjitha ajo që po ndodh me naftën shqiptare është një abuzim i tmerrshëm ku lekët dalin dhe nuk shkojnë vetëm te publiku. Shkojnë kudo. Shkojnë te politikanët, te qeveria, ministra, drejtorët, te mediat. Shkojnë shumë në media. Disa paguajnë ta. Të mërësisht, se në fund.
Nuk merret askush me këtë. Shkojnë te media, shkojnë te këto watchdogët, janë edhe këto institucionet të cilat përgjigjen për ruajtjen e rendit dhe sigurisë financiare, jo vetëm ato publike, po edhe financiare. Dhe të gjitha këto para, ky fitim i cili vetëm shqiptarët nuk e shohin, ka bërë që të vi një moment, që në momentin krucial, dhe unë do të shikoj me shumë interes, do të pres pak ofertën e kompanisë Katarit, se sa do të vi. Aktualisht, kompania Bankers ka një humbje për rreth 120 milion dollarësh, sot që flasim. Në vitin 2024, humbja... Ka shitur gjithë naftën në tokën e Shqipërisë, a humbur dhe 120... Po, rreth 117 milion dollar, diçka e tillë. La, kuptoj. Tani sa do të jetë oferta për një kompani që ka një humbje për 170 milion dollar? Sigur qep të shesësh fiton në... A duhet të ketë ofertë për këtë kompani? Kompania Bankers ka dhe 4 vjet jetë. Jemi 2025-ën, kontrata e mbaron në vitin 2029. Sa do të jetë oferta? Për të kuptuar se sa i madh është abuzimi. Sepse këtu vjen momenti që duket ajo, sepse shteti shqiptar ne afshejmë lekët, ama shtetit kanadez, apo shtetit kinez, apo shtetit Katarit, nuk afshet dot lekët. Nuk i bën dot ato filma. Ne shqiptarët i bën. Po shitja dhe blerja shkon tek ato shtetet e tjera, aty si fshet dot lekët. Dhe prandaj po them që ky është një moment ku të palara dalin, hetimi kuptojmë sepse është bërë, vlerën e bankës e kuptojmë, sa është vjedhur e kuptojmë fare mirë, sepse ai zotria që ka paguar 500 milion dollar, i ka marrë mbrapsht ato 500 milion dollar. Aty është me humbje. Po ai për vetë i ka marrë mbrapsht 500 milion dollar, se ai si budalla nuk është. Jo, nuk është me humbje, na ka varfëruar ne, pra ka vjedhur para tona. Në librat e veta, në librat kontabël, vetat është me humbje. Formale, ka marrë lekët tona. Dhe do vjen ti marr. Ama, që ai ka nxjerrë lekët e veta, un jam i sigurt si buka qaha. Që ai ka nxjerrë lekët e veta. Sigurisht, të veta tjerë. Dhe vetëm ne nuk i kemi pasur se ka nxjerrë lekët e veta. Pse budallazhi ai të nxjerrë të veta vetëm? Jo, domethënë që ka nxjerrë, ata që ka menduar ai ka nxjerrë. Çka ka menduar? Por vetëm ne si kemi parë to. Po nga institucionet Ola që kanë detyrë monitorimin e bankës, e tham dherën e kaluar. Ne do t'i përsëritim këto gjëra nderuar të shikues, se duket se kjo nuk është një roman që shkruhet dhe nuk përsërit veten. Ne do t'i përsëritim përderisa ka një heshtje totale, këto problematika ne do t'i përsëritim gjithmonë, vazhdimisht. Institucionet që kanë për detyrë monitorimin e bankës, a ka tetuar? Si janë institucionet që mbi këtyre? Atëherë, zinxhiri i institucioneve që monitorojnë kontratën e Bankersit është kryesorja e Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, që edhe pse i ka raportet brenda në sirtar dhe nuk i ka të ndarë me publikun, disa gjetje i ka bërë lidhur me shpenzimet. Pra punën e ka bërë. Nëse ka bërë të porositur apo jo, kjo nuk dihet. Por një pjesë të konstatimeve që ka bërë Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kanë shkuar edhe pranë drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Megjithatë, masa ndëshkimore për kompaninë Bankers nuk ka patur dhe këtu shtrohet pyetja më pas, se cilët janë ata që komandojnë Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Alpetrolin që ndan një pjesë të fushave të naftës edhe të prodhimit para ekzistues edhe të rentës me Bankers Petroleum.